Delikuencat e të rinj dhe adoleshentët shënon ulje si vjet në krahasim me 4 mujonin e parë të vitit të kaluar në qytetin e Gostivarit dhe rrethinës. Bylen Kanasan, sociolog nga Qendra për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar, thotë se delikuenca apo veprat kriminale të rinj gjithmonë kanë ekzistuar dhe është shfaqur ku më pak e ku më shumë, varësisht nga ndryshimet në shoqëri dhe në mjedisin ku jetojnë të rinjt. Sipas Kanasan, të dhënat sa ka rënje të veprave kriminale të adoleshentët vlen vetëm për institucionin që ai punon, ndërsa sa i takon policisë dhe gjykatës. Atje ai thotë se numri mund të jetë krejt ndryshe nga të dhënat e Qendrës për Punë dhe Politikë Sociale. Këto shifra të ndryshme, Kanasan i arsyeton me faktin, pasi ato si qendër nuk informojnë gjithmonë për raste të delikuencës të rinjt, vetëm nëse ato janë raste specifike dhe shumë të rënda. Според нашата евиденција во регионот на Гостивар, ние од Нова година до наваму бележиме пад во феноменот на деликвенција, малолетничка деликвенција или малолетнички криминал. Нормално, наши податоци се наши податоци, не представуваат еден репрезентативен примерок на податоци, бидејќи тие се во системот. Па можат да каснат, некои податоци доаѓаат покасно, во зависност од судот, од полицијата и од другите институции како ќе ги процесуираат овие случаеви. Меѓутоа, наше званични податоци покажуваат дека постои одреден пад во овој феномен. Delikuenca të rinjve nuk paraqitet befas, por ka një fazë paraprgatitore që fillon me sjellja sociale nga mosha e pubertetit. Sjelljet asociale të fëmijëve në këtë moshë janë të shumta dhe të ndryshme. Megjithatë, sipas sociologut Kanasan, kriza ekonomike mbetet për momentin arsye kyçe që çon adoleshentët të kryejnë vepra të cilat janë të dënueshme me ligj. Па причините се многу, тоа е еден голем диапазон на причинители, ама едни од главни се економски причини. Тоа е секој ќе каже дека се економски. На прво место. После економски се и сама култура и движењата, транзиција низ кои поминуваме промена на вредности, промена на технологија, на многу работи. Пример, сега имаме феномени од Facebook кои немавме порано. Значи, пример, млади се преку Facebook влюбуваат или преку Facebook се случуваат разни договори, разни средби и чак и криминал се случува преку овие мрежи. Edhe pse janë të rinj në moshë, ligji parashen dëshkime edhe për adoleshentët, ndërsa për mbrojtjen e tyre, shteti është ai që ju siguron një avokat mbrojtës. Нивна правна помош е во рамките на системот, значи системот има обезбедено адвокат ако се работи за поозбилен случај на криминал. Тој адвокат е од страна на државата се обезбедува, кој ќе ги брани и штити интересите на малолетникот. Покрај нив постои и центар, ние како центар сме должни да бидеме присутни во судскиот процес во интерес на малолетникот. Исто така и судскиот систем е поинаков со новиот закон за правда за децата. Многу убаво е дефинирано и многу убаво е заштитено правото на детето. Megjithatë, mungojnë vendet adekuate për rehabilitim të adoleshentëve që kryejnë vepra penale, por Gostivari si qytet ka të paktën në përdorim objekt për punë me fëmijët, të cilët janë viktime ndonjë vepre penale e që trajtojnë në këtë hapësirë të veçantë, e cila ndodhet në afërsitë të stacionit policor të Gostivarit. Për të ndryshuar këtë fenomen negativ, i cili edhe pse aktualisht shënon ulje, nuk bëhet sa duhet e kërkohet, dhe ka pasur shumë pak individ, organizata dhe institucione arsimore që kanë bërë turistim mbi pushtetin qendror, që qenë më aktiv dhe më efikas në luftimin e kësaj dukurie. Kanasan shpëtim të vetëm nga kjo dukurie të rinjve, investimin në sektorin e rinisë, meqense pjesa dërmuese e popullatës maqenisë, por edhe Gostivari janë të rinj.